Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Tema në librin Kitabut Tauhid me komentin e Sheikh Salih Ali Sheikhut hafidhahullah Salih ibn Abdulaziz ibn Muhammad Ali Sheikh, në vim është kapitulli 52. Babu qauli Allahumma ighfir li in shi'ta. Tema ka të bëjë me disa shprehje që duhet kemi kujdes. I kemi 3 tema radhazi të shkurtra që kanë të bëjë me kujdesin që duhet me pasën shprehje që janë mangësi në tauhid. Mangësi në tauhid. Dhe Kitabu Tauhid është një libër që ka peshë shumë të madhe në tauhid, në akide. Dhe përderisa merret me, pra i trajton disa çështje që në syrin e njerëzve nganjëherë mund të duken si të vogla, po kjo tregon që libri çfarë synimi ka, që ne ta kemi të plotësuar çështjen e tauhidit në mënyrën më të mirë. Prandaj temat e një pas njëshme që prekin tema qoftë të mëdha të vogla, por që janë të rëndësishme. Babu qauli, fjala, tema ka të bëjë me një fjalë, Allahumma ighfirli in shi'ta. O Allah, më fal mu in shi'ta nëse don ti. Kjo është e ndaluar. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال transmetohet në Sahih al-Bukhari dhe Muslim të këthën Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yaqul ahadukum, askush mos thot nga ju, Allahumma ighfirli in shi'ta, o Allah më fal mu nëse ti don. Allahumma arhamni in shi'ta, o Allah më shiro mu nëse ti don. Li ya'zim al-mas'ala, kur të pyet robi, kur të kërkon robi, duhet me qenë i vendosur. Pra, është çështje shumë e rëndësishme. Fa inna Allah la mukriha lahu, sepse Allahu nuk urdhrohet. La mukriha lahu. Wa li Muslim haqiqatu tauhid. Komenti është realizimi i tauhidit apo haqiqatu tauhid. Kur ne kemi tauhidin e plotësuar, an yuwahhid Allah, an yuwahhid al-abd rabbahu bi tamam adh-dhul. Robi duhet me e veçua Allahun subhanahu wa ta'ala duke i nënshtruar atij me një nënshtrim të plot. Pra duke qenë i përulur dhe njëkohësisht duke shprehur dashurinë ndaj Allahut. Wa an yatadarra ila Allah wa yatadhallal ilehi bi idhar faqrihi at-tamilej, pra duke shfaqur atë në nështrimin e plot ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa qaulul qail, mirë po, nëse ne i themi Allahut, nëse ne i drejtohemi Allahut, Allahumma ighfirli in shi'ta, o Allahu im, më fal mu nëse ti don. Yufhamu minhu, nga ky tekst, kjo shprehje kuptohet annahu mustaghnin an yughfara lah. Pra njeriu nuk është edhe i nevojshëm me fal. Pra kjo shprehje ka defekt shumë të madh. Kama yati al-aziz aw al-mutakabbir min an-nas fi yaqul li akhar la yurid an yatadhallah. Pra sikur njeriu kur i kërkon dikujt diçka dhe i thot, nëse ma jap mirë, nëse nuk ma jap, krejt jemi në rregull. Pra nëse kërkon rrogën ma herët, ma japsh mirë, mos ma japsh, mbetet çështjen tonë. Pra kjo e më kuptu që edhe nuk je shumë nevojshëm. Andaj është shumë jo edukat me Allahun subhanahu, pra nuk ka edukat me Allahun. Prandaj in shi'ta faghfir wa in lam tashaf falastu bimuhtaj. Nga kjo kuptojmë pra që nëse ne i lutem këtë formë Allahun, ne nuk kemi nevojë për Allahun me nevojë të plot. Prandaj ne kemi çdo herë nevojë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Li ya'zima al-mas'ala. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, li ya'zima al-mas'ala, yani yasal su'alan 'azim.
Kur njeriu lutet Allahu duhet me një lutje të prerë, qartë, i vendosur. Pra sualul muhtaj. Kërkim, lutje, kërkesë që është muhtaj, e nevojshme. Sualul mutadallal, pra me nënshtrim. Pra kërkesa bëhet kur njeriu ka nevojë dhe njëkohësisht duhet me pas edukat me Allahun subhanahu wa taala. Faqirun yahtaj ila an yuta dhalik. Pra ai që është i varfër ka nevojë. Walladhi sa'ala a'zam al-masail. Dhe duhet ta keni parasysh çfarë është ka kërkon falje. O Allah falem, pra ti duke e kërku më të rëndësishme, që është më rëndësishme se sa shëndeti, se sa pasuria, se sa jeta, e ka kërkon me të falë Allah azza wa jall. Prandaj kjo shprehje inshet wa hiya al-maghfira wa rahma min Allah, pra e ka kërkon faljen dhe mëshirën prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu alayhi an yu'dhima hadhihi al-mas'ala. Prandaj robi duhet me dhon kësaj shprehje atë fuqi, me dhon seriozitet. Fa inna Allah la mukriha lahu, prandaj askush nuk mundet me i dhon kjo ngërthen e vetë si lloj urdhri ndaj Allahut subhanahu wa taala, se çfarë të veproj. Andaj dhe kjo bën ndesh me etikën që duhet me pas me Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është meselja e parë, në lidhje me këtë temë të shkurt që ka të bëjë me plotësim të tauhidit, edukatën që duhet me pas me Allahun subhanahu wa taala. Dhe me që jemi të kjo pikë, nuk mund pa e përmend që më kujtu tani. Vetëm disa shprehje që jo të mira që po i dëgjoj prej disa xhallarëve në raport me Allahun subhanahu wa taala. Për shembull, dikush thot, pra dhe këta xhallarë që konsiderohen shumë të mëdhej dhe të ditur, pra si me thon, me famë shumë të madhe në trojë shqiptare. Njëri thot Allahu nuk zgjenjen. Kjo nuk është edukat me Allahun subhanahu wa taala. Allahu nuk zgjenjen. Nëse ne themi nuk zgjenjen Fauzani, shko takoje Shejk Fauzani se nuk ka me zgjenjë, nuk është edukat, domethënë. Kush jam unë me thon për një dietar të madh që Allahu ky filan dietar nuk zgjenjen. Pra edhe në raport me njerëzit nuk është edukat. Si term larg asaj me thon Allahu subhanahu wa taala këtë shprehje Allahu nuk zgjenjen. Pra term shumë i keq. Dhe tjetri ka thënë ngjarje se si ka shku një njeri smur në Çabe dhe i ka thonë o Zot, unë shona piktuit pa mfalti. Pra çfarë edukat është kjo me Allahun subhanahu wa taala? Nuk dal këtu, nuk e thirr në Çabe, nuk thena pa mfalti mu. Dhe është ka flejt, ka pushu, ka pa në ëndër që është shëru, pastaj është ngrit. Me një fjalë ngjarje krejtësisht e trilluar. S'ka të bëjë me realitet, por ne po flasim për më të rënd. Shef pra, shumë në hadith ka hadith dopt. Hadithet e dobta nuk duhen transmetohen. Hadithet e dobta janë ato që kanë burime. Pra kanë burime, ja gjon burimin, në transmetim kanë dobësi. Ndërsa hadithi i shpifur është kur s'ka fare burim. Kur s'ka, domethënë, s'muje gjon as libra, është krejtësisht i shpifur. Dhe çka është shumë interesante këtu ngjarje që i trillojnë ose i përmendin, nuk kanë, domethënë, edhe të shpifura, me gjetë edhe ne i shprehje edhe më të rëndë se sa të shpifura. Domethënë nuk gjojnë as burim, as kur gjoj, as nuk e di as ku i marrin, ku i trillojnë. Prandaj për shtat selefi kanë paralajmëruar për ata që tregojnë kusas, ata që tregojnë ngjarje, sepse ngjarjet vazhdueshme ka në Kur'an, që janë pjesë rëndësishme të historisë ngjarjet, por këta që merren vetëm ekskluzivisht vetëm me ngjarjet e trilluara, këta domethënë i largojnë njerëzit edhe kallëzojnë kësi lloj ngjarje që në realisht nuk është edukat me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj, plotësimi i tauhidit është me pas edukat me Allahun dhe mos me përdor shprehje të tilla. Tjetra në vim kapitulli 53. Babu la yaqulu abdi wa amati. Thot Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, autori i librit, robi nuk duhet të thot abdi, robi im dhe robresha ime. Pra, ka qenë të kaluarën e njohur që njerëzit kanë pas në menaxhimin e tyre, në kujdesin e tyre, robt, domethënë, dhe robresha, por si term, si shprehje
mangësi që mos me i përngjasu, dhe me thonë, mos me hymë, mi bo shok në veprat e Allahut subhanahu wa ta'ala, mos me thonë, abdi, kjo është robi im, apo robresha ime. Fi sahih, në Bukhari dhe Muslim, transmetohet nga Abu Huraira, dhe ka argumentu me një hadith Muhammed ibn Abdul Wahhabi rahimahullah. Ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, la yaqul ahadukum, askush mos thot nga ju, at'im rabbak. Ushqeje, pra të mos i thot robit, ushqeje zotrin tënd, apo me tekstualisht me përkthyer zotin tënd. Rabbak. As mos thuaj waddi rabbak, mos i jep abdes pra zotriu tënd. Wal yaqul, por thot sejidi wa maulaja, pra zotriu im. Zotriu im wa maulaja, dhe i ndihmetari im, Allahu alam. Walam yaqul ahadukum, askush pra mos thot abdi wa amati, robresha ime. Wal yaqul, mirë po le thot fataja, djaloshi im, u fatati, vajza ime, wa gulami, djaloshi im. Pra, hadha al-bab مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله عز وجل. Pra, gjitha këto tema kanë bëj që si duhet me madhru Allahun, veprat e Allahut, cilësitë e Allahut, emrat e Allahut, لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد, sepse kështu plotësohet edhe vlerësohet lart tauhidi. فتحقيق التوحيد, dhe kjo një shprehje shumë e bukur. فتحقيق التوحيد, plotësimi i tauhidit bëhet, nuk mund të bëhet vetëse illa bil ihtiraz min al alfaz, illa bil ihtiraz min al alfaz allati yakunu fiha isaat adab ma'a rububiyyati Allah azza wa jalla. Pra, nuk mund të plotësohet tauhidi nëse nuk jemi të kujdesshëm në shprehjet tona, në veprat e Allahut, në emrat e Allahut, cilësitë e Allahut. Prandaj për këtë ka thënë la yaqul abdi wa amati, nuk bën me thonë robi im apo robresha ime. Fa ubudiyati al-bashar, ja çfarë do bie sjell Sheikh Saleh al-Sheikh. Idha qila hadha Abdullah, kur thuhet ky është robi i Allahut, Abdullah, robi i Allahut. Fa huwa abdun lillah. Ky në të dy kuptimet është robi i Allahut. Si ke musliman, si s'ke musliman. E para, imma qahran au ikhtiaran. Ose është robi i Allahut që ka zgjedhur të jetë tamam robi i Allahut i nënshtruar siç janë besimtarët, ose nuk është mesin e besimtarëve, mirë po patjetër që prap mbetet robi i Allahut, se Allahu në Kur'an ka thënë in kullu man fis samawati wal ard, këtë çka ka në tokë dhe çka ka në qiell, illa ati rrahmani abden, përveç se i vijnë Allahut si rob. Pra, toka, qiejt, krejt i robrohen Allahut subhanahu wa ta'ala. Njeriu, së krejt dunjane ka të vete, nëse ja e pa Allahu pasurije krejt, në fund, i dorëzohet me lekut vdekjes, i dorëzohet shpirti Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, levizit që i bën, trunin që ka dhonë Allahu, krejt gjymtyrët të trupit që ka dhonë Allahu, a i bën me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, në çdo mënyrë, ai është robi i Allahut. Këtu kemi një çështje. Hadha an-nahy fi hadha al-hadith ikhtalafa fi al-ilm ala qawlayn. Sa i përket kësaj shprehje, disa dietar thonë kjo shprehja rob kjo shprehja rob apo rabbuk nuk ka për qëllim dalesë, po qëllim është mospëlqim. Edhe çka argumentojnë? Argument që lejohet me thonë për shembull robi im, apo me çka argumentojnë? Argumentojnë me ajetin kuranor ku thonë udhkurni inda rabbik. Jusufi a.s. burr kur ka hy, ata dy personat, pra që kanë qenë shërptorë të mbretit, edhe njëri ka qenë që i ka dhonë përgatit ushqimit, tjetri që ka përgatit pijet, edhe është helmu. E o gjetë helmi, pastaj është dyshu, i kanë marrë dytë, njënin
njërin e kanë vërtetuar që e ka bëu helmi, tjetrin e kanë liru. Po kjo që po del pe burgut, Jusufi alayhis salam ka thonë, udhkurni inda rabbik. Me përkthy tekstualisht i bjen kjo, që po përmendin kitabet e tauhid që është ndalesë. Përmendëm mu të Zoti yt, pra të Zotriu yt. Pra e marrin argument që kjo shprehje bën me thonë robi im. Mirë po, kësaj përgjigje e para, që mos ta humbim këtë pjesë, është shumë e rëndësishme. Për shembull, Zoti i shtëpisë, i Zoti i kësaj toke. Apo, kjo nuk ka gjë të keqe. Me thonë si shprehje i Zoti i shtëpisë, i Zoti i tokës, nuk ka gjë të keqe. Dietarë thonë sepse ndërsa me thonë robi im nuk lejohet. Pra që mes me pas edukat gabuar. Por me thonë Zoti i shtëpisë, sepse shtëpia nuk adhuron. Pra nuk bëhet nga tres në adhurim. Pra në kuptim gjërat të ngurta nuk adhurojnë. Pra nuk bëhet keq kuptim. Dërsa robi adhuron Allahun. Është ai që adhuron. Për këtë nuk bën me thonë, pra është shprehje që më mirë me i ka saj. Dhe dietarë çfarë thonë? Sa i përket fjalës së Jusufit, përmendëm u të Zotit, të Zotriu yt, pra tekstualisht, kjo ka qenë disa dietarë thonë, kjo nuk bën ndesh me këtë që përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, për arsye se në kohën e Jusufit alayhis salam, siç ka qenë lejuar me thonë me ran sejdë, pra njeriu me përshëndet, pra sejdja ka qenë përshëndetje, ka qenë lejuar, ndërsa në shariatin e Muhamedit alayhis salam nuk lejohet. La yasjudu li ahadin, çka son pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka sikur të kisha lejuar dikën që të bin sejdë dikujt, kisha me leju gruan me ran sejdë burr, mirë po, është e prerë, nuk lejohet. Dhe kjo është e para. Dhe e dyta, جائز في شرع من قبلنا وورد شرعنا بخلافه والثاني ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. Pra, këtu është edhe një hadith që pejgamberi sa ose më ka thënë, enteli del amatu rabbataha. Pra peshenjave të mëdha, peshenjave të vogla të kiametit është që ka në hadith kur robresha e lind zonin e saj. Robresha e lind zonin e saj. Mirë po në këtë hadith ka ardhur argument vetëm pra pejgamberi sa ose e ka qartësuar se si do të ndodhë situata. Jo pse lejohet me u shpreh këtë mënyrë, se lejohet me u shpreh, do të thonë që robresha është, pra zonja ka, mi thonë robresha ime. Vetëm si njoftim. Pra me një fjalë, kjo është një temë që duhet me pas kujdes në këto shprehje, me ju i kësaj. Disa dietarë pra e bojnë kirahje, është e papëlqyer, mirë po, Allahu alem, për të ikur gjithë asaj, duhet ju largohemi këtyre termave. Pra në vend të robresha im apo robi im, e thonë zotrivi im apo ndërsa zotrivi im apo ndihmetari im apo djaloshi im, këto janë shprehje domethënë që nuk ka gjë të keqe. Dhe tema e tretë, po ashtu që ka të bëjë me plotësimin e tauhidit është, ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah në kapitullin e 54, babu la yuraddu man sa'ala billah. Nuk kthehet prapa apo nuk refuzohet ai i cili të kërkon diçka duke u betuar në Allahun, duke ta përmendë Allahun. Pra, kur dikush të përgjërohet për diçka apo kërkon diçka duke thonë pash Allahun apo pash krijuesin apo të përgjërohet duke përmend emrin e Allahut, ma kry këtë punë, më ndihmon këtë çështje. Dhe tema ka të bëjë që duke respektu fjalën e Allahut nuk duhet me refuzu. Dhe ka përmendur një hadith Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah an ibn Umar radiyallahu anhu qal, ka thënë ibn Umar radiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, men sa'ala billah, ai cili kërkon diçka duke u betuar në Allahun, pra duke marrë si ndërmjetësim fjalën e Allahut,
fa'atuhu, jepjeni, përgjigjuni. Wa men ista'adha billah fa'idhuhu, ai që kërkon nga Allahu mbrojtje prej teje, fa'idhuhu, largoni prej tij. Pra, distanco. Wa men da'akum fa'jibuhu, ai që ju thret pra ndonjë volime, kryesisht ndarshëm, përgjigjuni atij. Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, ai që u bëni të mirë, shpërbleni, ktheni me të mirë. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, ai që të ndihmon me diçka dhe s'ki mundësi mi kthy me shpërblim prap, fad'u lahu, lutni Allahun për to. Hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu, derisa ta shaj që ti vetëm ja ki kthy me shpërblim. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Transmeton Abu Dawudi, Nasa'i me zinxhir të saktë. Ky është një hadith çana jep mësim ky. Kjo është plotësimi i tauhidit. Çka do të thotë kjo? Liana ta'zim dhalik, madhërimi i Allahut këtu, madhërimi i emrit të Allahut. Min ikmal at-tauhid, është plotësimi i tauhidit o min tahqiq at-tauhid. Men sa'ala billahi faqad sa'ala bi'azim. Ai që të lutet ty duke përmend Allahun, pra kërkon prej teje diçka, duke përmend Allahun, ne kemi edhe në traditë, domethënë, pra njeriu mund me qenë gjahil, por kur dikush i përgjërohet duke apo i kërkon diçka duke ja përmend Zotin, pra ja zbut zemrën, e merr serioze. E lemu njerëz që kanë mbi gjitha çështjen e besimit. Wa men ista'adha billah faqad ista'adha bi'azim. Ai që kërkon isti'adha, pra kërkon ndihmë, me urujt prej diçkaje, ai ka kërku diçka shumë të madhe. Bel ista'adha biman lahu hadha al-malakut, ai ka kërku ndihmë apo ka kërku mbrojtje nga ai që ka mbi sundim çdo gjë. Wa lahu tadbiru al-amr, pra çdo sa është dorën e Allahut. Pra ai që atë çka kërkon dhe ti çka posedon, atë çka ke forcë është dorën e Allahut. Fa kayfa yuraddu man ja'ala malika kulli shay wasilatan. Si me refuzu kur ai po merr për ndërmjetësim fjalën e atij që ka në dorë çdo gjë. Dhe ka argumentu Salih al-Sheikhu, walladhi fi qalbi ta'dhimu Allah yantafidu idha dhukira Allah. Ati që i përmendet Allahu, ati i zbutet zemra. Ka thonë Allah azza wa jall, innamal mu'minun, me të vërtet besimtarin atat, alladhina idha dhukira Allah, kur përmendet Allahu, wajilat qulubuhum, ju rënqethin zemrat. Bi mujarrad dhikrillahi ta'ala tajillu al-qulub. Pra momentin që përmendet Allahu, tajillu al-qulub. Pra rënqethin zemrat. Dhe këtu ka një sqarim. A është obligative tani ai që të betohet në Allahun mi dhon diçka? Disa thonë është obligative, disa thonë nuk është obligative. Dhe Sheikhul Islam ibn e definon. Pra definon. Thot, nëse të kërkon diçka që ti ke mundësi mu përgjigj dhe të kërkon diçka vetëm në mënyrë individuale, të veçantë. Pra nëse vjen dikush edhe u lyp gjithëve diçka, pra nuk e kem obligimi ato, nuk e ki obligative. Apo nëse të lutet për diçka. Gjithë se cilit ja bën të njëjtën. Sa i mund tjetë lyps, mund tjetë gënjeshtar, por nëse të lutet, thot Sheikhul Islami, në diçka që ke mundësi, e ke obligim. Pra mi u përgjigj përderisa ai është mbetuar në Allahun edhe ka përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu alem. Pastaj, o men ista'adha billah fa'idhuhu. Ai cili kërkon nga Allahu mbrojtje prej teje, largohuni. Ai cili kërkon mbrojtje prej teje mbrojtje nga Allahu që mu largu prej teje, fatruku. Largohuni prej tij, sepse ai është lutur Allahut subhanahu wa taala. Dhe çfarë kemi? Kemi në hadith Sahih al-Bukhari, një ngjarje kur një vajzë, një femër e bukur, ju ka afru pejgamberit alayhi salatu wassalam me u martu. Dhe ajo, kur ka hi të pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka pranu, dhe njën nga veçurit
mbajnë në mend min khasa'is ar-rasul. Pra ka libra që flitet për veçoritë që i ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për shembull, neve muslimanëve nuk na lejohet me pas më shumë se sa 4 gra, por pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas lejuar. Ne muslimanë nuk e kemi obligim me fal namaz natë, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas obligim me fal namaz natë. Ne nuk mund të bëjmë martesë me dikë pa lejen e përgjegjësit të saj, kujdestarit të saj. Ndërsa te pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka qenë kusht. Nuk ka qenë kusht që të ketë një femër kujdestar. Kjo është min khasais Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka një grua që ka qenë, transmeton Aisha radhiyallahu anha në hadithin sahih al-Bukhari, Ibnatul Jawn. Ka qenë shumë e bukur. Ju ka afru pejgamberit alayhi salatu wasallam për martesë dhe e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ajo ka thonë një fjalë. Kur ka hyrë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka thënë a'udhu billahi mink. Allahu mbrojt prej teje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë innaka udhti bi'azim ilhaqi bi ahlik. Ka thonë ti je lut me një lutje të madhe, ke përmend emrin e Allahut, ke kërkuar mbrojtje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, innehu la'azim. Kjo është çështje shumë madhore. Ilhaqi bi ahlik, shko te familja jote. Rawahu al-Bukhari. Sheikh Uthaymin rahimahullah thot në këtë hadith kemi 3 dobi të mëdha. E para që neve na lidhet me temën. Pra, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka respektu emrin e Allahut. Ajo ka kërku, o Allah ruan prej teje. Dhe këtu përmendet dhe është e njohur që gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam kur e kanë pa bukurinë e saj, e kanë mësuar këtë fjalë dhe ajo ka thonë që më nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kjo nuk është e saktë. Bash më interesoi kjo çështje dhe për habi edhe nga Sheikh Salih Al-Fauzan e dëgjova e përmend këto si ngjarje, por ajo që ka na flen zemër është që hadithi, kjo pjesë e hadithit është e pasakt. Dhe me bindja u them, pra silsilet hadithet dhaife, pra Sheikh Al-Albani rahimahullah, edhe Ibn Hajar Al-Asqalani, pra ishte një muri argumente që kjo pjesë nuk është e saktë. Pra nuk e kanë thonë gratë e pejgamberit alayhi salatu wasallam një gjatë e tillë. Sikur ta kishin vepruar dhe ta kishin argumentin e saktë, ne sigurisht ato janë beshar, gra që gabojnë, por përderisa nuk kemi një argument qartë, përderisa kemi diçka që është e pavazuar dhe nuk është e saktë, atëherë e mbrojmë mendimin e saktë që nuk e kanë vepruar një gjë të tillë gratë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra kjo është e para, çfarë mësojmë? E mësojmë që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka ndëruar dhe respektuar urdhin e fjalën e Allahut. Pra ti ka thonë ju ki lutë Allahut, ilhaqi bi ahlik, shko te familja jote. Pra e para, thot Sheikh Uthaymin, çfarë mësojmë ne? Mësojmë se si pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka lartësuar emrin e Allahut. Pra dunjaja është një vajzë, një femër e bukur që po të ipet, pra e ke mundësi për një fjalë që mund të ke, mirë po ka thonë shko dhe ndaju, pra e ka nda. Ka thonë shko te familja jote. Përderisa ti e thu këtë fjalë. Thotë e dyta Sheikh Uthaymin rahimullah, njeriu duhet merr mësim. Duhet merr mësim. Me një fjalë mund të privohet nga shumë të mira kësaj dunjaje. Pra një fjalë. Për këtë duhet me pas kujdes se çfarë flet. Pra njeriu duhet mendoj para se të flas. Duhet me pas kujdes. Ajo me këtë fjalë ka privu veten që të jetë nënë e besimtarëve. Nënë e besimtarëve, domethënë me shoqëru me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Një fjalë pa kujdesshme. Dhe e treta thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, ilhaqi bi ahlik, shko te familja jote. Kjo është shprehje përderisa bindja është për qëllim ndarja, pra si shprehje kthehet në traditën e vendit. Pra ajo shprehje që konsiderohet ndarja, ajo është ndarje, talak. Talak, ndarje, shkurëzim. Sepse innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen sipas niyetit.
Dhe kjo shprehje që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam konsiderohet ndarje. Prandaj, wa man da'akum fa'jibuh, kush ju thret juve, përgjigjuni atij, nëse është thirrje e rëndomt, pavarësisht çfarë feste mundet me qenë, pra nëse kuptohet, nëse s'ka ndalesa, duhet më u përgjigj, por nuk është obligim, është e preferuar, mirë po në ulime është obligim. Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Dhe këtu ka një urësi pa në këtë pjesë të hadithit. E haj që ja u bëni të mirë, fakafi'uhu, shpërblenë. Pra është tradit. Ku është urësia, thot shejku këtu? Fa in lam tajiduhu ma tukafi'unahu. Pra e para, nëse keni mundësi dikush ta bëni të mirë, ktheheni me shpërblim. Që është e natyrshme që kur dikush t'jep diçka, kur dikush shpërblen me diçka, kur dikush ndihmon diçka, zemra jote ka me qenë i varur ndaj tij. Ki me pas një përulje ndaj tij. Dhe kur ti i ja kthen me shpërblim, e ndin veten më të lirë. Dhe çdo herë je më i pastër para Allahut subhanahu wa taala. Pra udhëzime madhështore që ta bëjë një njeri, ta orientojnë në çështjen e besimit, çështjen e moralit, sparrim me Allahun subhanahu wa taala. Pra këto ishin 3 pika, po ashtu javën tjetër vazhdojmë me tema tjera në Kitabut Tauhid, besoj që jemi ka fundi këtij librit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na e përmirësoj në këtë pjesë më të rëndësishme që është tema që ka të bëjë me plotësimin e tauhidit. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.